Detajet e reja dalin në dritë në lidhje me vrasjen e pronarit grek dhe punëtorit shqiptar në një kamping në Finikunta. Sipas hetimeve nga autoritetet greke, janë lëshuar urdhër arresti për 2 gra dhe një 30 vjeçar. Autoritetet po shqyrtojnë të gjitha pistat dhe po përpiqen të lidhin 2 gra dhe 30 vjeçarin me nimpjen e pronarit 68 vjeçar të kampingut me qëllim plotësimin e tablos së ngjarjeve që çuan në vrasjen e 2 fisht. Sipas televizionit grek Mega, hetuesi e çështjes po shqyrton edhe 2 persona të tjerë për të përcaktuar nëse kanë patur dieni apo kanë ndihmuar në organizimin e krimit, ndërsa në ditët në vijim priten të tjera arrestime. Përveç nipit të viktimës dhe biznesmenit nga Athina që janë arrestuar, një urdhër arresti është lëshuar edhe për një 30 vjeçar tjetër, ortak i biznesmenit, i cili dyshohet se ka patur rolin e bashkëpunëtorit në krim. Dyshohet se i riu ka dhënë udhëzime 2 autorëve 22 vjeçar para dhe pas ekzekutimit, ku kanë komunikuar me numra telefoni pakistanez. Gjithashtu po hetohet përfshirja e tij në transportin e tyre, pasi skuteri i bardh i përdorur në krim dyshohet se është marrë në një rrugë pranë banesës së tij. Burime hetimore bëjnë me dije se 30 vjeçari, djali një biznesmeni të njohur, besohet se ndodhet jashtë në Gjermani dhe pritet të lëshohet edhe një urdhër arresti ndërkombëtar. Ka qenë besa e pronarit 68 vjeçar të kampingut, e cila ka folur në lidhje me një plan djallëzor të përgatitur që në gusht të vitit 2024. Deklarata e saj vjen menjëherë pas arrestimit të nipit 33 vjeçar të viktimës dhe një biznesmeni 31 vjeçar, mik i tij dhe punëdhënësi i 2 autorëve 22 vjeçar. Amalia Tomara, duke folur për televizionin grek Alfa, deklaroi se kushëriri i saj shfaqte sjellje arrogante pas vrasjes së 2 fisht, gjë që i ngjalli dyshime serioze për përfshirjen e tij në krim. Ajo theksoi se plani nuk ishte hartuar muajt e fundit, por që nga momenti kur ishte nënshkruar një dokument për pronën në gusht të vitit 2024. Sipas saj, 33 vjeçari, i cili pritet të japë dëshminë të hënën, sillej sikur kishte pushtuar botën, ndërsa një episod i caktuar e bindi se ai ishte i përfshirë në ngjarje. Ajo shtoi gjithashtu se xhaxhai i saj i kishte kërkuar 2 herë biznesmenit të largohej prej tij, duke ngritur pikpyetje për marrëdhënien e afërt mes tyre. Në lidhje me nënën e 33 vjeçarit, besa e viktimës deklaroi se kjo e fundit u kishte ndaluar hyrjen në kamping prej vitesh dhe u kërkonte që çështja të mos bëhej publike. Sipas saj, nëna e të dyshuarit ka tentuar gjithashtu të implikojë djalin e saj për ta përjashtuar familjen nga trashëgimia dhe për të izoluar viktimën.